këto pimbajnë me, nuk e di nëse kom harru edhe diko tjetër. Të shumica që përmendet, do të thonë që nuk janë pjesë me Klan Kosovës, po që gjatë në viteve edhe ajo që ka mu më bon përshqypje se nuk kemi qenë asnjëherë dy kolegë, do të thonë dy djemë nuk kemi qenë dy... Orhani dhe kushtrimi. Po, jo, s'kemi qenë. S'kemi qenë asnjëherë. Po kështu ka qenë formati. Nuk është që kemi pas diçka, po ka qenë kështu formati. Edhe me Johana Bajramin Harrova kemi qenë, me Arbresha Shpatin, po që si Harrova, pësht që shpëdalin, që ka shumë zgjedhje që me krejt kolegë në hera. Dhe ku me ditët me sa të tjera, do t'jesh... Mos vre Lenani pak me pushu aman me këtë zgjedhje, se ku për neve, në baru. Mirë, po e shohim që procesi është më i lehtë në për institucionet shkollore, cilat janë kthyer gjatë ditës së sotme në vend votime, për shkak se ja kanë marrë dorën. Po themi që ku kemi zgjedhje shpesh, ja kanë marrë goxha shumë dorën, dhe nuk po duket që ka parregullsi, gjitha materialet që janë aty, qytetarët në disa komuna po kanë më shumë interesim të azëm në Gjilan patën, ndoshta më shumë interesim se në kryeqytet, por po besoj dhe po bëjmë thirrje nga studio e Klan Kosovës që dojnë sa më shumë. Është pak herët, njerëzit na shohin njerë fillimisht në për televizion, shohin që shmoti, është kjo pjesa e rregullimit të ditës, dikush del, dikush ka ndonjë fest, dikush jo ndoshta, po gjithsesi ne po ta kalojmë tek gazetarja që ti e përmende vazhdimisht Gonxhe. Tani e ke mundësin që t'ja përmendesh dhe emre dhe t'lidhesh me ta. Gremisa, mirë mëngjesi se vazhdimisht kom përmend, po më duket edhe ndoshta e mi lidh kështu në këtë kohën e zgjedhjeve, me qenë se goxha shpesh po na vjen, është kënaqësi çdo herë me prezantu Gremisën. Mirë mëngjes Gremisa, na trego ku ndodhesh dhe a është hapur vend votimi aktualisht aty ku ndodhesh? Mirë mëngjesi Gonxhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovë. Emlohemi nga qendra më e madhe votimit nga qyteti i Gjakovës, pra nga qendra Yll Morina. Realisht kjo qendër me të shënuar ora 7 i ka hapur dyert për të gjithë votuesit që do të vinë pra për ta kryer obligimin e tyre qytetar, mirë po fluksi i atyre që janë duke ardhur për të votuar realisht, domethënë edhe gjysmë ore pas, domethënë pas hapjes së të kësaj qendre të votimit është i vogël për faktin ndoshta që edhe moti është me shi dhe sigurisht që ndoshta qytetarët po presin që të zbutet pak ashtu dhe të ndalet shiu për të ardhur dhe për të kryer obligimin e tyre qytetar. Në këtë qendër pritet që të votojnë 11.000 qytetar, pra siç e thash është njëra ndër qendrat, pra qendra më e madhe këtu në Gjakovë dhe sigurisht që patë mundësi që të bisedojmë edhe me menaxherin në kësaj shkolle. Nita bëri me dije që është hapur pas një problem të gjithë komisionarët dhe vëzhguesit kanë qenë në vendet e tyre, përveç kësaj edhe materiali i ka ardhur me kohë dhe sigurisht që e kanë vendosur në vendin e tyre, pra çdo gjë deri më tani është duke shkuar sipas planifikimeve që realisht i kanë bërë më parë se si do të rrjedhë ky proces zgjedhor në këtë shkollë. Ne patëm mundësi që të marrim informacione edhe për krejt qytetin e Gjakovës për të parë nëse të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë dhe nëse ka pasur ndonjë parregullsi qoftë me mungesë materiale apo edhe të ngjashme si këto, mirë po nga KKZ-ja në këtë komunë thanë që nuk ka pasur asnjë problem dhe materiale siç e thanë, domethënë jo sensitiv ju ka ardhur mbrëm, ndërsa materialet e tjera sigurisht që janë shpërndar domethënë sot, domethënë nga informacionet që i kemi marrë pra nga ora 4 mëngjesit ka filluar që të bëhet edhe shpërndarja e materialit në të gjitha shkollat, pra në të gjitha qendrat e votimit këtu në komunën e Gjakovës. Në këtë komunë janë 121.000 qytetarë që mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe sigurisht që për të parë se sa nga ta e kanë shfrytëzuar këtë drejtë, ne do të presim deri në orën 19 kur do të mbyllen edhe të gjitha qendrat e votimit e që për shikuesit e Klan Kosovës do të kemi edhe paraqitje të ngjashme, domethënë për të treguar se cilat janë, domethënë se si është duke rrjedhur ky proces në këtë komunë. Gremisa, të faleminderit shumë për gjitha informacionet që na i sollen nga Gjakova në këtë mëngjes. Sigurisht do takohemi edhe në pjesë të tjera të kësaj maratone, por po rikthehemi edhe një herë në Mitrovica, aty nga edhe nisëm edhe gjithë këtë maratonën e lidhjeve me kolegët. Çka ka ndodhur, Flamor? Atëra përveç procesit zgjedhor i cili po zhvillohet, sigurisht që si i tillë
her pas here ka edhe të lashe nga votuesit të cilët kanë problem me gjetjen e emrit dhe listat në Komisionin Qendror